Marsida, më trego. Më kthyen shpinën të gjithë, edhe prindrit. Vajzat ja kam lënë ish burrit. Nata më zë vetëm në një dhomë të errët dhe mendimin se si janë vajzat e mia më mbyt. Ika nga qyteti im, sepse të gjithë më kthyen shpinën, edhe prindrit. Ditën që më braktisën ata, sepse u turpërua nga divorci im, unë lash me të atën 2 vajzat e mia dhe u nisa të gjej veten time të re. 16 vite martesë, 16 vite ku mësova të hesht, të duroj, të justifikoj dhunën, tradhtin, frikën, derisa u sëmura. Depresioni më vuri poshtë. Pas vitesh të tëra përpelitje, kërkova ndihmë dhe aty gjeta dritën time. Vendosa ta ndjek. Kam ardhur e vetme në Tiranë, duke kërkuar për mundësi ku të ngrej veten. Vajzat më pyesin shpesh: "Mami, kur do vish?" E vogla qanda më kërkon, e madhe tregohet e fortë, por unë ja ndjej dhimbjen. I shoh një herë në javë dhe më mungojnë çdo ditë. Vetëm unë e di dhimbjen që kam për brenda. Për këtë sakrificë po e bëj për të treja ne. Unë dua të gjej veten dhe vajzat e mia të rriten duke parë nënën e tyre të fortë dhe të lumtur. Dhe për herë të parë, po e them me zë, pa turp, nuk jam një nënë e dështuar, jam një grua që u zgjua. Kjo është historia e Marsidës, e cila pas 16 vitesh, dhunë dhe heshtje, ka zgjedhur të dalë nga errësira e saj. Kjo është seanca e parë për jetën që ajo po përpiqet të rindërtojë sot. Marsida, mirë se vjen në seanca e parë. Mirë se u gjeta. Si jeti sot? Sot ndihem shumë mirë. Jam shumë mirë, kam rigjetur vetveten. Është një rrugtim i gjatë, procesi i të rigjeturit të vetes. Sa kohë u bën praktikisht që ti je shkëputur nga vajzat e tua për të nisur një jetë e re? Një muaj. Një muaj. Një muaj është shkëputur nga vajzat. Si është për ty për herë të parë të jetosh vetëm? Çfarë ndjesie? Është ndjesi e bukur, ndjesi lirie, është një ndjesi që më jep shumë forcë, edhe mendimin e Zotit, po më jep një dritë që të mos dorëzohem dhe vetëm të vazhdoj. Është një muaj i parë, të duhet shumë kohë akoma të arrish aty ku ti ke synimet e tua, po kur thua kam rigjetur veten, çfarë konkretisht do të thuash? Më është dashur vite të rigjej vetveten, sepse e kam vojtur vite errësirën. Çfarë ka qenë errësira për ty? Depresion, ankth, që nuk arrija ta kuptoja se nga vinin, nuk isha informacion aso kohë, vendimi që kam marrë për të bërë divorcin, vendimi për të pranuar veten siç jam, për ta dashur veten fort, për të mos u dorëzuar, për të qenë një shembull për vajzat e mia. Në të gjithë këtë proces, çfarë të ka mbajtur më shumë peng? Fakti për të lënë pas familjen tënde? Apo mungesa e mbështetjes familjarëve të tu dhe këtu referojmë prindërve? Mungesa e mbështetjes, po, kjo ka qenë që më ka dhëmbur shumë. Të ka dhëmbur? Shumë. Vijon të dhëmb akoma? Më dhëmb, por e kam te kaluar pjesën më të vështirë. I kam falur. Patjetër që i dua prindrit, i dua njerëzit, i dua familjen shumë. Por thjesht kam vendosur të mbaj pak distancë. Derisa të rimarrësh veten. Derisa të rimarr veten. Për një muaj ti je në Tiranë. Profesioni yt është mësuese. Sa e vështirë ka qenë Tirana për ty? Është e vështirë, por jo e pamundur. E kam çarë terrenin të gjithën vetëm. Unë edhe Zoti. Ka arritur të sigurosh një punë? Po, aktualisht unë jam kamariere. Është një punë që më jep shumë të ardhura. Më ndihmon. Aktualisht më ndihmon shumë. Kam akoma rrugë për të bërë përpara. Ambicien e kam vizion të qartë, kam ëndra. Kur i kthesh pas martesës sënde, një divorc që ka kohë që është kryer në fakt, ndjen ndonjë pendes? Jo. Është jetuar ashtu siç ka ardhur. Të dhëm fakti që për të rigjetur veten tënde, ke lënë vajzat e tua pas. Përkohësisht i takon ato. Përkohësisht, patjetër, po. Më dhëm shumë por që e kam kthyer në forcë. Si është marrëdhënia jote me ato sot? Është marrëdhënie shumë hyjnore. Sa herë që reagohem nga vajzat, i them që mami ju a ka lënë zemrën ju. Zemra ime është këtu te ju, edhe pse nuk jam fizikisht. Edhe kështu tentoj ti qetësoj pak, sidomos të voglën. Se madhja ka një tjetër natyrë, është pak më e pjekur. E vogla po. Si përpiqesh t'ja shpjegosh të voglës? Ajo është 6 vjeç apo jo? Po. Si përpiqesh t'ja shpjegosh mungesën tënde? Duke i thënë që mami do vi, do të sjellë dhurata, do të sjellë lodra. Të kërkon shpesh? Më kërkon po. Kam lidhje më të fortë me të voglën. Po me të madhen si komunikon? Ajo është adoleshente? Ajo është 16 vjeç. Po. E kam një raport si shoqe me të. Është karakteri fort, por brenda vetes thellë i ka ato traumat,
E ka akoma, edhe se një periudhë koha më është dashur ta ndjek me terapiste, me psikologe, atë edhe veten. Ka qenë periudha mbas divorcit apo gjatë martesës? Pas divorcit. Edhe pse më thoshte që jam mirë, është okay që ju jeni ndarë, për mua është okay. Por unë ndjej që nuk ishte okay. Me sa duket e ka E kishte mbrojtur e kishte të gjithë brenda. brenda. Arrin të komunikosh sot me atë për faktin që i ke lënë te babi dhe ke ardhur këtu për të si jetë nga e para? Mund të them që sot janë shumë të lumtura, sepse i kam lënë me babain e tyre, edhe kanë një raport shumë të mirë. Ai është babai i mrekullueshëm, është fantastik si njeri. Pavarësisht situatës që na ka ndodhur ne, është njeri realisht shumë i mirë. Edhe kam arritur në një pikë që mund të them që jemi bërë shok për hir të vajzave. Dhe duke diskutuar, që e bëjmë shpesh, sepse edhe takohemi, themi që më mirë po funksionojmë kështu, sesa kur ishim bashk. Kur ishim bashk vetëm kishte debate, zënka në sy të vajzës. Të madhes sidomos. Edhe tani jemi më të qetë, më të lumtur dhe transmetojmë një energji shumë të mirë tek të dy tek vajzat. Po është edhe shumë interesant fakti se si ai ka lënë jetën e tij në emigracion për t'ju përgjigjur kërkesës tënde që të vi të mbaj vajza sepse ti kishe nevojë të nisje diçka për veten tënde nga e para. Ja kam kërkuar dhe më ka thënë po. Ja kam kërkuar dhe i kam thënë që kam nevojë për ndihmë. A vjen? Ti mbash vajzat? Dhe më ka thënë po direkt. Dhe unë vlerësoj shumë këtë gjë. Të ka dhënë hapësirë ty të gjesh veten tënde. Po pse pikërisht bashkëshortit ja kërkove këtë gjë? Sepse në një moment caktuar, familja ime mund të them që mi ktheu krahas, edhe aty e kam ndjer vetëm. Ajo ka qenë thika. Më e fortë. Familja. Çfarë të thanë ata pas divorcit? Nuk mundemi më të të mbështesim. As për të mbajtur vajzat, që ti të mësoj diçka. Vetëm atë kërkoja, me mbajt vajzat, edhe me dalë dhe me luftu unë vetë. Ja. Me ngrit kokën, me arrit gjëra që doja. Po pse? Është turp për ta që ti përfundove një martesë? Për ata ka qenë turp. Vazhdon të jetë. Po ty të ka vrarë bara e paragjykimeve, duke nisur nga familja dhe tek të tjerët? Edhe pse përpiqesha t'i thoja prindërve që është okay, kjo situata ime kështu, e kanë pamundur, e vuajnë. Sa të vështirë ke ti të jetosh sot fizikisht larg vajzave? E kam aq sa të vështirë, por edhe të lehtë njëkohësisht, sepse Zoti më ka dhënë një forcë, më ka dhënë një dritë që unë ta çaj dhe të eci. E vështirë kur jam vetëm natën, edhe e lehtë kur jam ditën që vrapoj për punë. Çfarë ndodh në netet e tua të pagjume? Mund të them që më kap ankthi. Më kam vojtur vite me ankthi, por tani dita menaxhoj. Jam mësuar ta menaxhoj. Ke frikë për vajzat? Frikë për çfarë? Nëse ato janë mirë, nëse ato po vuajnë për ty, nëse u mungon diçka, nëse janë të sigurta. Për pjesën që i mungoj unë si mama, si prezenca ime, patjetër që po. Nëse në pjesë të tjera jam e qetë, sepse jam e bindur që ai është Po, babai i dur që di të kujdeset për vajzat. Po, për mbajtjen e vajzave. E përmendë që në nisje të bisedës po duat që të ndalemi pak edhe ta kuptojmë pjesën që ti ke rigjetur veten edhe që ke dalë nga ajo faza e vështirë e errësirës tënde. Çfarë të ka ndihmuar në këtë proces ose si e ke ndihmuar ti veten tënde në këtë proces? Duke lexuar shumë libra, duke ndjekur trajnime, duke medituar shumë. Isha shumë kurioze për të njohur njerëz, gjatë gjithë kohës njerëz të rinj. Kam qenë e etur. Dhe Tirana më ka tërhequr gjithmonë. Dhe kur vija këtu në Tiranë, edhe Tirana më ka ndihmuar shumë. Njerëz, kontakte që kam këtu në Tiranë. Nuk e kam lënë veten kurrë. Çfarë gjen në Tiranë që në rrethet e tjera nuk e gjen, ose të paktën në qytetin ku ti jetoje në Elbasan? Që këtu nuk paragjykohesh, që këtu nuk shikon njëri se si e veshur, se çfarë punë bën. Ai e vetëm, ai e me dikë. Këtu je e lirë, këtu thjesht je e lirë. Si shikon veten tënde si grua sot? Kam shumë vetbesim, kam një forcë që nuk e përshkruaj dot, nuk kam frikë me marrë vendime. Nuk trembëm. Nga asgjë. Shikoj një marrësi të re tek vetja. Kujtoj që në rrëfimin tënd ke ndar për ne, për seancën e parë që
Në fillimet e vendimit të divorcit tënd, ndiheshe shumë e pasigurt, madje edhe kur ndodhi dhe u bë fakt, ti kishe turp ta tregoje këtë gjë. Pse? Sepse e shikoja martesën si dështim. Kisha vite që sakrifikoja, kam qenë shumë pro familjes, vazhdoj të jem pro familjes. Në momentin që ndodhi divorci, unë kisha turp ta pranoja që po jam e divorcuar, sepse më duke sikur kisha dështuar. Tu dhe shumë ta kaloje këtë fazë, Marsit? Shumë punë me veten, më është dashur. Kam bërë shumë punë me veten. Si ka qenë përballja me njerëzit kur ti u thoje? Kishte reagime? A ka pas ndonjë fjalë, ndonjë reagim që të ka vrarë apo? Jo. Pas ka qenë shumë e lehtë se sa ti e mendoje. Po. Ndoshta fakti se si e kam treguar unë, mënyra se si e kam treguar unë. Ka ndikuar që mos të kemi reagime të mira, që është okay të divorcohesh, është okay. Po dhe e ke zbutur pak dramën tënde, se edhe sot që vjen dhe e tregon këtë rrëfim, vjen me nota shumë më pozitive dhe po përpiqesh që në të shkruarën tënde ti të shohësh vetëm anën e dritë. Unë e di që në të shkruarën tënde ka shumë errësirë, ngjarje që ty të kanë vrarë shumë, sidomos psikologjikisht, por ti sot, si thua, i ke sfumuar, i ke fshirë ato disi. Vërtet. E ke bërë këtë gjë me vetdije? Me vetdije të plot, po. E ke falur bashkëshortin tënd për të gjitha dhimbjet që të ka shkaktuar? Patjetër. Më ka lënduar me dashje, pa dashje, por është i falur. Ndihesh e dështuar akoma sot? Jo, jam shumë krenare sot, jam shumë e lumtur. Më mirë kështu. Por siç e thash, kam ëndra, kam vizion, kam qëllime. Që janë? Shikoj, paktën pas 5 viteve, e shikoj një grua në biznes, një grua të ngritur, të arrirë, të përmbushur, të kem pranë vajzat, të kem një shtëpi timen, dhe të kem lirin financiare, shpirtërore. Vajzat e din që ti këtë sakrificë po e bën për ato? Po, unë ju kam thënë që mami po e bëj në radhë parë për veten, se nëse jam unë mirë, patjetër që janë edhe vajzat. Ke frikë ndonjëherë se kur të jetë momenti i duhur, kur ti të kesh ndërtuar jetën, ndoshta vajzat nuk do t'i kesh më mbas vetes, a mendon ndonjëherë si fakt? E mendoj, mundet, por është okay. Të dhëm si fakt? Jo, nuk më dhëm. Jona Marsida na sjell historinë e saj. Ka disa dimensione për të prekur, por së pari do doja të ndalesh bashkë dhe të diskutonim se sa e vështirë është për një grua psikologjikisht të lërë gjithçka pas dhe pa mbështetjen familjare të nisë një jetë re. Në të gjithë kontekstin, Marsida na rrëfeu deri tani. Tek Marsida kemi pranim të situatës, që do thotë tashmë ajo nuk e dim deri në ç'pikë të shërimit është, shërimi themi procesit të rikuperimit emocional që ndodh mbas momenteve të vështira që ne kalojmë, por sidoqoftë duket se ka pranuar, pra faktin që familjarët e saj tashmë nuk janë mbështetje, e ka pranuar dhe ka hedhur pas krave, dhe kjo i ka dhënë atë forcën që ajo flet vazhdimisht, dhe thotë që unë forcën e kam dhe po e shikoj, po e vendos në punë, sepse ka ardhur në Tiranë dhe shikon që ka bërë progres në atë që ajo ka vendosur me veten, të punoj, të siguroj një jetë për veten edhe për fëmijët. Absolutisht që nuk është e lehtë, mund të ketë pasur ndoshta situata që Tirana e ka lehtësuar në aspektin e paragjykimeve, se si ndoshta në qytetin ku është, mund të ndihet jo mirë. Por në pjesën tjetër të jetosh vetëm siç e tha, nuk është e lehtë. Në sidoqoftë, secili prej nesh ka nevojë një mbështetje, një dorë, Patjetër. që të ndihet e sigurt, sepse në rastin e Marsidës nuk kalon një shtëpi, kalon 2 shtëpia. Kalon shtëpinë e partnerit dhe shtëpinë e familjarëve. Kështu që ka krijuar shtëpinë e saj tashmë këtu. Sa e rëndon situatën e saj dhe anën psikologjike, fakti që vajza nuk i ka pranë. Në një farë mënyrë është dashur t'i sakrifikojë, t'i lërë me babain, për të ardhur dhe për t'i dhënë vetes një mundësi. Ja nis nga e parë. Po, në fakt edhe unë do ndaloja te kjo pikë, se është shumë e rëndësishme, mosprania e fëmijëve mund të bëjë atë që nënat kanë instiktin, pra instiktin për të kujdesur për fëmijën, për të qenë aty prezenca, por në disa kushte neve nuk na mundsohet kjo gjë. Sepse jo se duam që të rrim larg fëmijëve, por sepse është e pamundur, njëri duhet bëjë një zgjedhje që ka dhe një humbje aty. Kështu që patjetër për Marsidën mendoj se mund të jetë jo e lehtë, mungesa e fëmijëve, por sidoqoftë ja tha dhe më pëlqeu shumë,
unë në radhë të parë e bëj për veten, sepse kur jam mirë, edhe vajzat do jenë mirë, sepse do shikojnë te Marsida atë që nuk u dorëzua. Nuk i dorëzua një fati të vendosur. Pra ndoshta sot ato nuk e kuptojnë, po ndoshta në një faz tjetër do përpiqen ta kuptojnë dhe ta vlerësojnë, ëh? Fëmijët i kanë syt nga prindi për shembujt që marrin, kështu që detyrimisht ato do i kenë mesazhin e qartë edhe nëse nuk ju flitet. Mendoj se sapo të rriten do e kuptojnë, sepse te Marsida shikojnë qetësi. Nuk shikojnë një grua e cila po vuan. Fëmijët e nuhasin dhe e ndjejnë tensionin emocional të prindit. Kështu që në këtë rast ajo po jep qetësi edhe pse larg. Pra, në një farë mënyrë është duke e menaxhuar mirë pjesën emocionale që ato të ndjen mirë edhe në këtë fazë shkëputje nga nëna. Po, nëse Marsida shkon në shtëpi, siç e tha, mami do vi, do ju sjell atë që ndonjëherë fëmijët kanë qef dhe ndoshta përmes asaj dhuratës ose lodhës që lë pas Marsida lë dhe një pjesë të prezencës së saj aty. Kështu që qetësia e tham lë gjurmë tek fëmia edhe nëse mungesa është e madhe, sidoqoftë ajo prezencat e vogla që Marsida mund të ketë përgjatë kohës, mund të jetë më mjaftueshme se sa të kenë një nënë të tensionuar edhe duke qarë vazhdimisht në shtëpi apo duke u ndjer keq. Kështu që zgjedhje më e shëndetshme kjo. Jona, po nga ana tjetër si ndikon tek fëmijët kjo ndarje e përkohshme me maman e tyre? Nuk është mirë për asnjëra edhe tjetrin, të jemi të sinqert, në nivel të shëndetshëm, më mirë do ishte prezenca aty. Edhe tek fëmijët nuk ndikon dhe aq mirë mungesa e nënës, sidoqoftë fëmijët kanë nevojë dhe janë në një fazë 6 vjeç, 5 vjeç, afër 6, për siç e tham, që ka të nevojshme prezencën. Babai mbulon një pjesë të shërbimeve ndaj fëmijëve apo edhe plotësimit të nevojave, qoftë fizike apo emocionale, dhe nëna plotson një pjesë tjetër që fëmijët kanë nevojë. Por ata ndoshta mund të ndjejnë mungesë sigurie her pas here, ose mundet, këto janë aludimet e mia, mundet që gjërat që mund të kenë në shkollë, gjërat që kanë vetë brenda vetes së tyre, ndoshta do t'i mbajnë nëse nuk ka një komunikim të hapur me babin, ose mund ta bëjnë nëse Marsida krijon një ritual bisede që ata sa herë që ti shkon, shkarkojnë, ti pyet, ti ngacmon, që ta gjejnë një pikë ku të ndihen të kuptuara. E bëjnë. Të dyja e bëjnë, po. Kështu që e ke ndërtuar këtë pjesë me të. Si e ndjen marrëdhënien me vajzat nga ndryshë nga çka qenë, domethënë fillim kur ti ishe me partnerin, e shikon një ndryshim tek ata, the që ka marrë dhe pjesë në terapi njëra prej tyre? Po, e madhja po. Unë thuaj se kam qenë e ndarë, domethënë unë me vajzat kam qenë pothuajse vetëm gjatë gjithë kohës, sepse ka qenë i ikur, nuk ka qenë këtu. Edhe momenti i divorcit, i ndarjes, nuk është se ka qenë shumë traumatik për vajzat. Shumë traumatik, domethënë që na iku babi nga shtëpia. Ne kemi qenë po vetëm. A ndjen ato një lloj diference në përditshmërinë e tyre që mund të jetë shumë e madhe? Unë kam bërë një punë shumë të madhe me veten, për t'i siguruar vajzave, për t'i dhënë atë qetësinë, sigurinë, që është çdo gjë okay. Leson shpesh herë, edhe gjatë kësaj kohe që jam tani në Tiranë, kur shkëputen dhe shkojnë në Elbasan, ne mblidhemi bashkë të katër dhe hajmë dreka dhe darka bashkë. Fundet jo gjithmonë janë të dhimbshëm janë, edhe për të vajtuar. Nuk ka pse të jetë dramatike. E kam kaluar atë pjesën e vështirë, por nuk ka pse të jetë dramatike divorci. Ne jemi këtu, unë ashtu i them vajzave, ne jemi po këtu, babi është po këtu. Kjo është e rëndësishme. Marsida, preke një moment për ndjenjën e fajit, gjë cilën unë e shikoj shumë te gratë të vajzat që janë afër një vendimi ose kanë marrë një vendim, janë të divorcuara dhe ndjejnë jo vetëm faj, po ndonjëherë ndjejnë edhe një sens të përgjegjësisë. Duket sikur ish partneri i tyre s'do mundet tani ta bëj jetën pa to, sepse ishin ata që bënin çdo gjë në shtëpi. Pra lidhen pak bashk faji dhe përgjegjësia në këtë pikë. Nuk e di nëse e ke ndjerë dhe ti. E kam ndjerë dhe kam bërë shumë gabim. Femrat nuk duhet të ndjejnë faj. Aq më tepër kur ka dhunë fizike, psikologjike. E drejtë, është e lehtë që gjykosh tani në këtë fazë Marsida kur ti e ke kaluar, por në ato momente është shumë e vështirë të bësh reagimin e duhur, apo jo Jona? Është e vështirë të shpëtosh edhe ndjenjave të fajit, apo Çdo emocion në të vërtet ka një funksion.
edhe faji ka funksionin e vet, që na bën neve të reflektojmë më shumë për atë që ka ndodhur në jetën tonë. Unë e di që ne tani mund të shkojmë dhe të themi mbase nuk duhet të kisha ndier këtë emocion apo atë tjetër, por sidoqoftë është një proces edhe ai ti ka rënë në kontakt me atë emocion, e provove dhe tani po e gjykon thua nuk është e drejtë që unë ta ndjej apo ta vazhdoj të ndjej si faji dhe sot. Ajo që mund të them është që kam pas shumë ndjesi jo të mira, faji, turpi, dhe kam gjetë veten në një moment caktuar të jetës në shumë grop, në shumë errësirë, dhe nuk po dija të dilja. Aty kam kërkuar një ndihmë. Po, e përmendën në fakt ankth dhe depresion, the çfarë pe tek vetja për momentin tënd më të errët, kur the depresion, qoftë edhe ankthin, përjetove mungesë dëshire për të bërë gjëra, përjetove pagjumësi, me ushqim, ndoshta s'ke pas dëshirë të shtuar. Të gjitha këto. Pra këto simptomat klasike të depresionit i përjetove. Të gjitha këto. Edhe kam kaluar edhe të pjesën ku e gjeja veten shpesh herë që bëja një skenar të trurit se si të vrisja veten. Ke pasur dhe këto mendime? Kam pasur. Ke pas vetëm mendime apo edhe tentative? No, vetëm mendime. Sa të zgjati kjo periudhë? Më ka zgjatur goxha. Më ka zgjatur goxha. Mua më ka zgjatur shumë vite. Me vite? Sa vinte edhe bëj më e rënd. Po ti si mendoj, ndërkohë që po përjetoj këtë gjendje, të dukej vetja çuditshëm apo më dukej vetja çuditshëm? Përveç teje, të tjerët rreth rrotull, familjarët, njerëz që ti kishe kontakte përditshëm, vinin në re tek ty diçka që nuk shkonte, i kishe të dukshme, dua të them, simptomat, apo e mbaje këtë forcë? Askush nuk e ka vënë re sepse unë kisha maska. Dhe dija të mbroja veten. Se mendoja se kisha unë gabim, nuk kisha unë mirë. Që do thotë funksionoje së jashtë? Që do të thotë që jashtë isha okej, e mbaja veten, dilja, brenda isha tjetër gjë. Është e shëndetshme kjo jone? Jo, ndodh kjo gjë, një lloj depresioni funksional, siç e kemi kapur në një moment, sepse depresioni funksional do thotë që ti ke gjendjen brenda teje, por funksionon gjithsesi. Dhe shumë njerëz e bëjnë këtë. Pse ne surprizohemi në disa raste që kemi njerëz të cilët humbin jetën, pra bëjnë vetvrasje sepse ata nuk duken së jashtëm. Njerëzit e kanë të vështirë ti kuptojnë. Qoftë edhe profesionistët bëjnë maskën, siç e përmendi dhe Marsida, aq të fortë, të ngjitur me paraqitjen me pjesën e jashtme, sa nuk dallohet. Sa e kanë të vështirë edhe ata që jetojnë çdo ditë me të. Po që nga rrezikshme. Po patjetër që është e rrezikshme, sepse aty duke mos kuptuar, ti nuk mund ta ndihmosh personin tjetër, sepse ata vetë nuk e kanë edhe idenë që duhet të kërkojnë ndihmë. Mendojnë se gjendja është normale, është bërë pjesë. E kuptoj. Prandaj pyeta Marsidën sa kohë kishe, tha me vite. Kështu që duke qenë me vite kjo gjendje me ty të duket shumë familjar, duket diçka normale, çuditshme me ty. Por absolutisht nuk është e shëndetshme. Sepse ato mendime më pas duhet një punë që ti heqësh. Normale nuk më dukej, po nuk dija se si të dilja nga gjendja. Kisha turp të kërkoja ndihmë. Më duket sikur do gjykohesha, sikur s'm kupton të njëri. Këto janë mendimet klasike që një person ka. Tur për çfarë? Tur për çfarë? Për faktin se ti ndihesh e keq. Se ndihesha keq, kisha tur. Sa gabi. Kjo gjë është shumë. Marsida, ti ke motra vlezër apo je vetëm? Po, kam një motër më të madhe dhe një vëlla, po. Përveç mamit dhe babit që ndoshta e patë më të shfaqur pjesën e mospranimit, me motrën dhe vllajën? Ja, tjetër natyrë, ata kanë familjet e tyre dhe nuk është se janë përfshirë shumë. Po njerëz nuk e pasur në atë kohë askënd që ti të flisje? Jo, deri në momentin që shkova te psikologja. Asnjë moment. As shoqja. Jo. Se ndihmon ndonjëherë edhe të flasim me dikë. Unë shpesh herë ju them njerëzve që flasin në terapi, nëse ata kanë folur më herët këtë gjë me dikë tjetër, që të ta flasësh është të dëgjosh veten. Po, ndihmon, por patjetër duke pas të njeriu e duhur që do dëgjon, nuk të bën të gjykon, nuk të gjykon. Pse? Sepse ti dëgjon veten tënde ndërsa flet dhe një pjesë atyre mendimeve i vlerëson ndryshe. Kur ti qëndron me veten, i mendon pa pushim çdo ditë, ato bëjnë pjesë e zakonshme dhe ndonjëherë dhe fuqizohen, bëjnë dhe më të ashpra me ty. Kështu që duke folur, fillon dhe shkrija një pjesë, siç tham ti e dëgjon mendimin që ke. Edhe sikur ja ul atë rëndësinë që ka.
më vjen mirë që ti ke marrë ndihmë, se ndoshta edhe kjo mungesa e ndihmës Po. të kishte vështirësuar. E ka më ndihmuar. Do ta kisha bërë përpara, Po. por që okay, edhe për e bëra në momentin. Si u ndjeve kur fillove procesin e terapisë? Po një javë vetën. Po filloja të çlirohesha, po filloja të jetoja. Mund të ketë ndodhur dhe kjo që ti e ballafaquar më në fund me realitetin që kishe të bëje, për shembull, në qytet, po shikoje gjërat se sa shumë, ndoshta norma po zbatoheshin, por që nuk të ndihmonin as pak, sa shumë paragjykime kishte kundrejt teje, ti fillove ti si përfaqësore. Çdo gjë si përfaqësore. Megjithatë, jemi në pikën që Marsida ajo thot me vonesë, por e ka kapur momentin. Ka shkuar te terapistja, e cila e ka ndihmuar të zgjohet të njohë veten, dhe sot Marsida thotë që është në një fazë të re të jetës së saj kur vlerëson lirinë, vlerëson mundësitë dhe thotë që ka gjetur një vete të re. Sa beson për të kuptuar anën psikologjike të Marsidës, sa beson ti që vërtet Marsida është në këtë fazë, është e realizuar apo është në proces të rigjetjes së vetes? Ne të gjithë në proces do jemi, shumicën e rasteve, dhe është mirë që të mos e mbyllim procesin, se gjithmonë procesi pasurohet, vendosen gjëra të tjera, pra nuk mbaron. Nëse ti e quan një cikël të mbyllur, një proces shërimi, do thotë që nuk je hapur të shikosh kundërshtrime të reja që ti mund të përballesh, sepse ndërsa ti je me procesin e shërimit, edhe jeta jote avancon. Ti kalon në stade të tjera, dhe kur kalon në stade të tjera, hapen porta të tjera, që do thotë duhet të jesh shumë e hapur për të parë nevojat që lindin të reja, vlerat e tua personale që ndryshojnë, kushtet, pritshmëritë e tua, kështu që ky proces po të lihet i hapur do ishte më mirë ndonjëherë. Vërtet. Dhe ti zhvillohesh gjithë kohën. Është të pëlqeu kjo apo po e shijo, po e përjeton aktualisht. Është e vërtet. Është një rrugtim shumë i bukur. Ndoshta është duke përjetuar përderisa. Edhe nga nisja e bisedës dhe deri në këtë pikë ku kemi mbërritur, shikoj edhe një ndryshim tek shprehja e syve të Marsidës, sepse në nisje të bisedës kishte një trishtim, ndërsa tani po shikoj që po ndizet drita. Ndoshta fakti që ajo arriti të bëjë këtë rrëfim, ndoshta fakti që po përballet me ty sot si terapiste, Marsit, ndjen një lloj përjetimi, një lloj çlirimi? Po. Pak emocionet në fillim. Nuk është e lehtë asnjëherë të flasësh për Më është dashur historitë. Imagjinoj sa punë më është dashur që të vi deri këtu. Me besoj. Edhe gjatë kontakteve tona ka pasur disa herë po dhe jo, kthim pas, derisa pastaj vendosi. Okej, Po, thash. unë do dal. Mendoj se sot ti po sfidon ndjesinë e turpit që i kishe shumë të nevojshme. Ti thoj edhe njerëzve, po edhe vetes, ndonjëherë kemi nevojë të flasim edhe vetes. Për t'i dhënë një fund atij emocioni që ti nuk e paske shumë qef, pjesën e turpit. Dhe mendoj se ky moment do bëj një fuqizim në këtë aspekt, sepse ti je pikërisht duke sfiduar. Nuk mund ta bëj ndoshta tani pyetje se si ti ndihesh, por ndoshta me kalimin e kohës do e ndjesh tek vetja më të çliruar këtë gjë. Mendoj edhe këtë pjesën tjetër që shumë njerëz aty jashtë do mendojnë që ka dalë të viktimizohet, por unë mendoj që kjo është një forcë e jashtëzakonshme që ne femrat kemi për të dalë dhe për të bërë sadopak për të dhënë një mesazh për femrat e tjera që ndodhen në të njëjtin situatë. Jona, çfarë do t'i thuash ti Marsidës sot si një grua që do t'ja nis nga e para? Marsida ka pasur shumë fillime, mendoj, pra fillime qoftë në momentin kur ka filluar bashkëtoj me dikë, momentin që ka bërë fëmijën, momentin që ajo ka prekur profesionin për herë të parë, ka prekur një shtëpi tjetër, ka gjetur veten një vend tjetër. Kështu që këto janë shumë fillime të reja për të hapur një fillim të re, nëse patjetër fillim të ri, nëse Marsida e kërkon, pra e kërkon një ndryshim akoma më të madh tek vetja, mendoj se mund ta bëj sepse e ka stërvitur veten për të arritur deri këtu, ose për të kërkuar një fillim tjetër. Unë e mirëkuptoj shumë në gjithë procesin që kanë bërë dhe momentin që është këtu para nesh dhe para njerëzve për treguar historinë e saj, e di që nuk është as pak e lehtë të vish dhe të flasësh për historinë tënde, kështu që unë të jap një vlerësim për pjesën e guximit që ti ke, do të thënë është patjetër ajo që themi shpesh për të mos u bërë përsëritës, se sa shumë ndihmoni njerëzit e tjerë, përveç vetes, por duhet ta dini që ndihmoni pafund njerëz tjerë që e gjen veten te historia e juaj. Shumë faleminderit për të gjithë bisedën, edhe për këshillat.
Edhe diçka të fundit që do doja të thoja për gratë, për vajzat, duheni veten shumë. Aty e keni forcën tek vetja. Dhe keni besim që mund t'ja dilni gjithmonë. Faleminderit shumë ty Marsida, që me historinë tënde dëshmove shumë guxime dhe forcë dhe të shkoft të mbar. Faleminderit Jona për pjesën tënde terapeutike dhe për ato momente të kyçe që arrin t'i gjesh edhe t'i zbërthesh në çdo rrëfim. Faleminderit tu. Kjo ishte seanca e parë me Marsidën sot, një histori as pak për të gjykuar, as për të viktimizuar siç tha ajo, po për të kuptuar. Ándale.